vazhdojmë me një temë tjetër, me nevojën e ushtrimeve fizike edhe gjatë dimrit. E keni pa ju vetë që dimrit jemi pak më përtac, nuk dalim as edhe me hic, ambientet e ngrohta në shtëpi na tërheqin pak më shumë, por kjo na bën dëm në shëndetin e përgjithshëm, edhe ndjejmë ankesa, dhimbje qafe, dhimbje muskujve, dhimbje në krejt shëndetin, nuk dim ka po na vjen dhimbja, kështu që një përgjigje të vetme në të gjitha studimet thuhet që aktiviteti fizik nuk duhet ndalet as në dimër. E për këtë temë e kemi ftuar zotin Erlet Muçolli, instruktor i certifikuar i pilates dhe fizioterapeut, për të mësuar se sa janë të nevojshme ushtrimet edhe dimrit, çfarë ambiente mund të zgjedhim ndoshta për ushtrime edhe pa dalë jashtë. Erlet, mirëmëngjes i dashur. Mirëmëngjes. Kemi na sfigu krejt çdo dertë që i kemi. Po na dhem qafa, po na dhem kama, muskujt e krejt, çka duhet me bën njerëzit dimrit? Ashtu, tash ne kuptojmë që verës jemi aktiv se dhe koma mirë dhe krejt e dëshirojmë me ushtru edhe jashtë më shumë. Kurse dimri si përmendet edhe ju, pak jemi pasiv shkaku jo rreshnat e atmosferike, jo shiu, jo ftofti, krejt edhe përtojmë me lëviz me dalje jashtë e kohës. Pa ne duhet ta shfrytëzojmë këtë rast të ushtrojmë brenda, po në palesë si themi ne. Kemi variacione të ndryshme që mund me ushtru, atëherë dikush e gjen veten me ushtru metoda të ndryshme, kurse ne te pjesa e pilates që e kemi, atëherë ushtrojmë metoda të ndryshme që i përdorim edhe ushtrimet ku përdorim benefite të ndryshme. Tash gjatë dimrit edhe trupi edhe kur është pak më ftoft, më shumë kemi tendencë të mbledhemi, të kurremi krejt. Po tash t'ja na shkalojmë këtë probleme duke i zgjat muskujt, duke i forcu muskujt specifik. Ne që themi zinxhiri pasë muskulor, për shembull muskujt e shpinës, të fillu prej pulpës së këmbës së lartë, ti kemi më aktiv. Arsye pse ku mbledhet trupi përpara, kemi tendencë të shkurtojmë muskujt pektoral, muskujt mbledhen përpara, edhe dobësojmë muskujt e shpinës pas. Prandaj me angazhimin e zinxhirit të pasëm, angazhojmë edhe muskujt e shpinës, ku edhe trupi vetë se drejtohet edhe qëndron më drejt. Kur kemi posturë më të mirë trupi, çka ndodh? Edhe më pak kemi telashe edhe ngarkesë te pjesa supeve te qafa dhe regioni cervikal. Prandaj edhe kur zgjohesh mëngjes, kur je më aktiv dhe ndihesh më freskët me mëngjes, ndihesh edhe shumë më mirë dhe dita shkon më marrë edhe dita. Ora sa mirë, unë kom pa në disa aktivitete tuaja që i bëni me pilates. Çka është kjo pilates? Po pilates është një metodë e aktiviteti fizik, apo ne që i themi well-being, që i themi, është pjesë e ushtrimeve, angazhimit muskular, ku përfshin edhe zgjatja, forcimi i muskujve, tonifikimi i tyre. Edhe çka do njerëzit, përqendrohesh në atë pjesë apo? Ashtu, por është përfshirë për gjithë trupin, nuk është vetëm pjesë specifike, nuk është se punojmë me shumë peshë ngritje të madhe trupit, varësisht nga metoda e ushtrime që kemi forcë punojmë, kemi edhe kardio që shumë e dobishme edhe për zemrën tonë, edhe për frymarrje, fokusohemi edhe në frymarrje, se ta shumica nuk dinë të marrin frymë edhe në mënyrë korrekte. Marrin frymë sipërfaqësore edhe ngarkojmë vetë marrin shumë shpesh frymë pa pas nevojë. Ku tash ne kemi nevojë të zgjerojmë kapacitetin e muskujve të marrin frymë thellë, dhe lërojmë frymën, edhe duhet marrin frymë, domethënë me hun, lërojmë frymën me gojë, në atë mënyrë edhe përdorim në ushtrime. Sa mirë, Erlet, ka të ardhur ky pasion ty? Çu ke nis? Po, pasioni ka moti, mund them, është njëra nga arsye pse kam lidhur dhe me degën e fizioterapisë. Pointa ka qenë se në fizioterapi kam pa personat me shumë probleme të lashe ndryshme. Dhe kam thënë si marr detajo pikë ku personat mos vinë tek unë si pacient ku shtrihen në shtrat. Edhe ka ardhur ideja se të bëjmë me angazhimin fizik. Unë vetë pas pasion gjithmonë gjatë jetës time me aktivitetin fizik, edhe kam pa që pilates është ajo e cila është një benefit i mirë. Ashtu e parandalon e përgatit trupin që mos vjet deta ajo pjesë ku trupi shtangohet dhe fillon deta e lëndimit të ndryshme. Është si lloj preventive mos lëndon trupit, por edhe ana tjetër është shumë e dobishme edhe për sportist që ta nxjerrin më të mirën vetvetes. Po. Lexova dikon në këto studime të huaja që po ndikoj ka shumë kjo pjesë e ushtrimeve edhe në disponimin e përgjithshëm që duhet ta kemi gjatë ditës, edhe a ke pa dimni çush na bjen ky disponim? E vërtet. Na bjen disponimi mandej varet edhe nga angazhimi që kemi ditor, mund të kemi më shumë edhe presion gjatë jetës, stresi, ankthje të tjera, e kjo na ndihmon të lidhur me ato gjithashtu. Prandaj jo vetëm në benefitet fizike të kemi, por ato të lirojmë pak edhe mendjen tim edhe më të shëndetshëm edhe në kokë, mund të themi. Sa ka një kulturë të shoqënisë tonë, një vedisim që t'i kushtojnë shëndet vetes, se na veturën e çojmë te mjeshtri vetën. E vërtet. Mund të them që bashkë ndihem krenar me personat, nuk
them vetëm rinin, por edhe personat edhe me moshë, se sa janë aktive, sa janë vetëdijshëm për nga shëndeti mendor dhe fizik. Rëndësinë që japin krahasim me vite paraprake, themi para 5-6 viteve, është shumë dallimi i madh. Kam pas edhe një koment nga një kliente i cila është nga vendet tuaja të Evropës, ka thënë ju në Kosovë shumë jepni me rëndësi edhe shëndetit fizik. Po vjen mirë. Po, edhe unë befasova ku mendoj se gjithkohë në Evropë normal është ai trend cilin njerëzit janë aktiv. Ka thënë po jo te shumica e juaj, me çdo person që mbien me pas kontakt, ndoshta 1/10 unë nuk mirë me ndonjë aktivitet fizik. Gjithë mirë me diçka të ju, edhe duken shumë shëndetshëm. Do të thënë kjo është pozitive, unë kam pas një bindje ndoshta që përtojmë pak me i kushtu vetës shëndet edhe hapësirë sa i përket aktivitetit fizik. Sa është rëndësishme dimnit në kohë të ftofta të ndajmë një orar ditor? Ç'është mundet me bëj njeriu edhe një orar në shtëpi me bë ushtrime? Po, e mira pilates është që mund ta praktikosh këtë pjesë të ushtrimeve kudo që ndodhesh. Qoftë shtëpi, qoftë edhe në zyre, nëse keni 5 minuta apo 7 minuta që ke të lirë, ka edhe ushtrime që mund ta lirosh edhe boshën e kurizit dhe pjesën e qafës, kurse në shtëpi ke çka duhet është vetëm një shtrojë që i themi ne, edhe punon me peshën tënde trupit. Kurse në studiot e ne, normal janë edhe pjesë tjera, pajisje tjera që ndihmojnë ekstra më shumë që ta fitosh edhe forcë muskulare gjatë netët e tjera. Prandaj është shumë e dobishme metoda ushtimeve që mund të përdoret kudo që ekziston. A mundet me bë pa u konsultuar me një os të fushës, për shembull, të një këto probleme, mundet me i bë gabimesh dikush ushtrime? Po, mund me i bë gabimesh, por varion. Pse? Nëse i bëjmë ushtrime më bazike, më thjeshta, mund t'i bëj kushdo, nëse se ndon ndonjë lendim që më thon momento mande pas një kohë mund i rahat personi. Nëse i bëjmë ushtrime më thjeshta, më elementare që janë, ato nuk është se i shkakton telashe, kurse ushtrimet që më të avancuara lyp patjetër mbikëqyrjen e instruktorit. Erlet do më undal pak te problemi i trive, i fëmijëve, që cilët kanë probleme me qafën që në moshë të vogël për shkak të teknologjisë që përdoren, a duhet me pas kujdes ose ushtrime me bot të kësaj natyre dhe fëmijë të vegjël? Po, tash teknologjia si na shpërbën për të mirë, ashtu kuptohet, është edhe anën tjetër që dëmton shumë. Është e vërtetë, për shkak posturës edhe pozitës së detyrueshme që qëndrojmë me minuta apo me orë të tëra. Prandaj sa më herët që mirret një person i cili është i ri, me moshë, këtë rast fëmijët, se mirë me aktivitet fizik. Çka do të qoftë aktivitet fizik, është më mirë dobit e tyre, se trupi përgatitet edhe rritet në asnjë mënyrë si zhvillohet trupi rritet fëmiu, në njëjtën kohë dhe zhvillohet edhe trupi që ta mbajë atë trup të shëndetshëm të rritet. Po, domethënë sepse është shumë problem, si ja keni vret problemet me fëmijët, me çanta, me telefonat kryesur, krejt e kanë nga një gung këto të qafa. Po, unë vret djalin për shembull kur shkon në shkollë, ndonjëherë vret çantën them djalim sa që ka çanta e rënd për ty. Po, për atë arsye mundon gjithmonë me jap kurajo që me bën ndonjë aktivitet fizik, edhe ndonjëherë normal që tash pilates për të non stop me qenë nuk është shumë edhe atraktive, prandaj kombinojmë edhe një sport tjetër. Po prapse ekziston momenti se bab më ti s'kam ushtruar me ty, pilates edhe po ushtrojmë së bashku. E këto zonjat në moshë që po vinë në pilates, çka mundesh me ju ndihmu aty? Po, zonjat në moshë që vinë, ka disa që vinë me vite të tëra, edhe janë shumë disiplinuar dhe klasën e vete që kanë thuti se radhja humbin klasën. Po, janë shumë disiplinuar, më them se moshat e reja që janë. Ato që janë një ambient ngrohtë. E kanë cakën e tyre dhe dinë se po vinë për benefitet e tyre, kurse dikush vetëm vjen për relaksim, që është mosha më e re, se nuk ka telashe shumë ta themi mjedhim kyçe apo shpina, kurse mosha shtyre tash kuptojmë se trupi fillon plakat e krejta dhe tash do me mirëmbajta trupin e tyre që moshën më vonë kur vjen që trupi me qenë më i rehatshëm. Do të thënë ka një interesim të atyre këtyre. Ka mjaft interesim. Po vjen shumë mirë let sa i mirë më reje. Faleminderit shumë për kohën. Çfarë porosie ke mendo me njerëzit që kanë telashe gjatë ditëve të ftofta të dimrit, sepse kjo tkurja muskujve që thatë bëhet ndodhet të gjitha, po. Po, e vërtet, më ndodhet e një sportist. Nëse ndonjë sportist angazhon ndonjë pjesë specifike të trupit, tjetër e neglizhon, edhe aty mund ndodhet tkurja. Pavarësisht se është balans, balansi është të fokusohemi jo vetëm forcë muskulare, por zgjatje dhe mobilitet. Këto të rria janë mendoj që janë kyçe për një person që ta ketë trupin më të shëndetshëm. Po, domethënë është periudhë që duhet me pas këtë vëmendje, se verës ne dalim kështu edhe. Po, verës siç e kemi në fillim, dalim lëvizim, ecim natyrë, po kemi vitaminën D pak më të madhe, kështu. Po tash edhe nëse kemi edhe rrobat e duhura, mund dal njëri edhe në kuën kush pak edhe
edhe me shqip se jo. Po zbot nami thuj me Edhe pak më lagë mirë është. Sa i mirë Jerlet. Faleminderit shumë kënaqësi me të pas me ndame ne gjithë këto këshilla, shumë të nevojshme besoj me secilin. Punë të mbarë, faleminderit për kohën. Faleminderit, çdo të mirë. Ishim me Erlet Muçollin, të dashur dëgjues, instruktori certifikuar i pilates dhe fizioterapeut. Erleti na tregoi se çysh duhet me mbajt shëndetshëm trupin edhe në ditë të ftofta e të dimrit, kur nuk duhet shmangën aktivitetet fizike. Një ushtrim i vogël sadopak ndihmon në muskulaturën tonë ta mbajmë shëndetshëm.